Artan Zymberi në prill të vitit 2021 ishte nisur si gjithherë për Norvegji nga Kosova. Një rrugë e gjatë nga Peja për në Norvegji, për Artani do të përfundonte në Serbi. Dhe njëkohësisht do të ishte e fundit për të. Ai u arrestua nga autoritetet serbe, u burgos e dyshohet e thuhet se u torturua derisa vdeq. Rasti i tij u rikthye në vëmendje të opinionit këtë ditë, kur në media dolen imazhe të Artanit, i cili shihej i shpërftyruar nga tortura e gardianëve e policëve serb. Familjarët thonë se krejt kjo kishte ndodhur vetëm për shkak të një tatuazhi që kishte ai me shqiponjë dhe me flamur të Kosovës. Unë kam kërkuar një përgjigje nga familja e Artanit dhe motra e tij më ka nisur një letër të gjatë, ku më ka përshkruar komplet ngjarjen dhe atë që ka ndodhur. Pastaj dhe është tejet e dëmshme. Pra në bazë të përshkrimit që jep ajo, e kuptojmë pse Artani ishte në atë gjendje që u po në foto. Artani duhej të shkonte me makinë nga Kosova te familja e tij. Ai e nisi udhëtimin duke vozitur nëpër Shqipëri, por kur ngjyra e makinës nuk përshtatej me atë që e kishte në regjistrimin automjetit të tij, ai nuk u lejua të kalonte atje, kështu që zgjidhja ishte të kalonte përmes Serbisë. Ai kishte kaluar atje 1 ose 2 herë më parë dhe kishte shkuar mirë. Ai u ndalua në kufirin me Serbinë me 27 prill 2021. Ai kishte me vete tableta që ishin të palegjshme në Serbi, por ishin të lehtëshme në Kosovë dhe në Norvegji, kur i kishte me recetë. Kur e ndaluan e pyetën nëse kishte ndonjë gjë me vete apo ndonjë gjë në makinë. Ai u përgjigj po dhe nxorri tabletat që kishte në çantë dhe u atregoi. Ai u dënua me 3 vjet e 8 muaj. Nuk ishte sikur ai fshihte diçka. Nëna dhe babai im e vizituan gjithsej 6 herë. Babai tim ju dash të kthehej 2 herë, sepse nuk e lejuan ta vizitonte. Ai u kërkoi prindërve të mi që të mos vinin për vizitë dhe kjo ishte për t'i mbrojtur ata. Kur babai im ishte një herë atje dhe vizitoi Artanin, 7 oficer ju afruan dhe e pyetën babain tim se çfarë ishte Artani për shkak të tatuazheve që kishte. Artani kishte shumë tatuazhe në trup, duke përfshirë një flamur të Kosovës e tjerë. Ata e pon Artanin si një terrorist. Ai ishte një shqiptar i Kosovës i burgosur në burgjet serbe. Kur prindërit e mi e vizituan, ai nuk fliste. Ai përdorte vetëm gjuhën e shenjave, sepse kishte qenë aq i friksuar prej tyre, saqë kishin shkaktuar dëme fizike dhe psikologjike. Deri në atë pikë sa nuk fliste, nuk hëngri, as nuk piu, asgjë. Artani ka qenë më parë në burg në Norvegji për çështje të vogla si ngjarje të palegjshme, për leshje e tjerë, dhe ka dalë çdo herë në të njëjtën gjendje, në mos më mirë. Kësaj radhe nuk doli ashtu, për në arkival. Ata e kanë keq trajtuar dhe ngacmuar atë ditë e natë, që kur ishte i mbyllur në një burg serb. Ai është dërguar disa herë nga burgu në burgun e spitalit sepse u bë shumë i keq mendërisht dhe gjithashtu kishte dhimbje në zemër. Nuk mund të përgjigjem me siguri nëse ai nuk donte të pranonte ndihmë apo nëse nuk mori ndihmë. Atëherë mendoj se arsyeja mund të jetë se vëllau im nuk donte të pranonte ndihmë, sepse kishte frikë se mos e helmonin ose dëmtonin në ndonjë mënyrë tjetër. Me 27 nëntor, një prift erdhi në shtëpinë e prindërve të mi dhe na tha se Artan Zymberi kishte ndërruar jetë. Ai nuk kishte marrë asnjë informacion as për kohën e vdekjes dhe as për mënyrën se si vdeq. Na than për 3 data të ndryshme të vdekjes së vëllaut tim dhe kohë të ndryshme. Një ditë babai takoi një ish të burgosur i cili ndante qëllim me vëllaun tim, ku i tregoi për rrethanat se si e turpronin Artanin pothuajse çdo ditë. Ai tregoi se Artanin e kishte trajtuar në burg. Ai bëi gjithnjë më i holl me çdo vizitë dhe mezi fliste me të. Mënyra se si ata kanë komunikuar me vëllaun tim nuk dihet. Një ditë pas vdekjes morëm informacion se ai mund të ishte përfshirë në një zjarr në burg. Arritëm në Kosovë me 29 nëntor dhe prisnim një përgjigje nga avokati për procedurën lidhur me hetimin dhe se sa kohë u desh për ta transportuar trupin dhe kryerjen e autopsisë së re. Kur babai im shkoi me makinë nga Kosova në Serbi për të marrë trupin e Artanit, ai nuk u lejua të kalonte përmes Serbisë dhe më pas duhej të kalonte me makinë përmes malit të zi për të hyrë në Serbi. Kishim frikë se do të kishte probleme me marrjen e arkivolit dhe transportimin e tij në Norvegji. Autoritetet norvegjeze nuk na ndihmuan kur ishte gjallë apo pasi vdeq. Babai im duhej të transportonte trupin e vdekur të vëllaut tim nga Serbia në Norvegji. Ai nuk ishte një kriminal i madh. Ai ishte një burr 28 vjeçar që kishte 3 fëmijë që do të rritën pa baban e tyre. Nuk mund të thonë se Artani nuk u keq trajtua dhe nuk u torturua kur posh trupin e pajet të vëllaut tim me sytë e mi.
por e di gjithashtu se zgjidhja e fundit e vëllaut tim ishte të mos vdeste. E di me zemër se ai do të kishte bërë gjithçka për të mbjetuar për fëmijët dhe familjen e tij. Vetëm Zoti e di se çfarë ka kaluar dhe çfarë ka ndodhur në të vërtetë.